Selam aleikum hoxh. A ka rregulla kur vizitojmë varret e të afërmve tan? Allahu të rujt. Wa alaikumus salam wa rahmetullah. Amin bashkë me ju. Po ka rregulla. Kur vizitojmë varrezat, themi, pra siç ka ardhur në hadith, themi assalamu alaikum ya ahlal qubur. Yaghfirillahu lana wa lakum. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Më pas, nëse ke për të vizituar pra një varr të caktuar, pra një tafërm tënd, atëherë shkon tek varri dhe i jep selam siç i jep të gjallit. Assalamu alaikum wa rahmetullah. Ose assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Pra siç i jep selam të gjallit. Dhe e vendos varrin mes teje dhe kiblës. Dhe nëse do, mund t'i lutesh Zotit gjithësisë, pra që ta fal të vdekurin, ta mëshiroj, ta bëj për banorëve të xhenetit, t'ja bëj varrin kopësht prej kopshteve të xhenetit. Pra nuk ka problem. Allahu i rujt.